28 dhjetorin që ja keni bërë ison në thojza, ose i keni ndihmuar në njërin formë ose tjetrën lëvizjes vetëvendosje për të arritur një rezultat ose një fitore plebiscitare tjetër më të madhe ndonjëherë, 51.1%. Në këtë drejtim ju edhe keni folur, keni thënë se ju e keni marrë një vendim të tillë në bazë të konsultimit me subjektet politike. Nga ana tjetër, më herët, edhe subjekti juaj politik ku sot jeni në listë dhe natyrisht ku e keni patur zanafillën e ngritjes si politikane, Lidha Demokratike e Kosovës, jeni quajtur notere për arsye se ja keni bërë me një farë forme e keni mbështetur zotin Kuti në një tjetër. Ka pasur shumë protagonist, deputet të ndryshëm, përfaqësues të Nuk e pas na dëgjuan, nëse e kanë thënë një gjë të tillë, kjo do të thotë që e kanë kuptuar drejt profesionin e noterit. Profesioni i noterit, siç e dini, është një vend ku pa e marrë vulën përfundimtare nuk mund të shkosh askund. Ky është në profesioni një nga më të respektuarit. Më të respektuarit, dhe në të njëjtën kohë e ka vlerën se e mbështet në një formë ose në tjetër. Jo, unë shumë vendime nuk i kam noterizu. A e keni bërë një gjë të tillë? Jo, shumë vendime nuk i kam noterizu dhe për këtë unë kam folur edhe publikisht, ju sapo e përmendët fjalimin tim në parlament. Ka çështje për cilat unë nuk jam dakorduar as sa i përket marrëveshjes së Ohrit, draft statutit të asociacionit të propozuar nga Llajçaku, të cilin ata dolën nga qeveria dhe me njëherë shpallën në përputhje në foldoret parlamentit, në përputhje me frymën e kushtetutës dhe unë të nesërmën e deklarova pikrisht të kundërtën, sepse ai është një draft katastrofal i cili asësin nuk guxon të kaloj dhe të zbatohet në praktik. Dhe këto mospajtime kanë qenë evidente, kam shprehur mospajtime publike sa i përket përfshirjes së çështjes së kishës ortodokse serbe në marrëveshjen e Ohrit, kam shprehur shqetësime publike për këtë punë dhe kam kërkuar që të sqarohet pastaj me aneksin se çka po nënkuptohet kjo çështje e të drejtave të kishës ortodokse serbe. Po për opozitën kjo ka qenë pamjaftueshëm zonja Osmani, që nuk e keni bërë një betejë. Pikërisht kjo e dëshmon që unë e kam mbajtur balansin. Nganjëherë kanë qenë të pakënaqur pushteti, nganjëherë kanë qenë të pakënaqur opozita. Kjo është pikërisht roli i presidentit, por e kam mbajtur qëndrimin që ka qenë në interes të Republikës së Kosovës.